Prejkali është kthyer në një nga destinacionet e preferuara të verës. Çdo ditë këtu vijnë njerëz nga qyteti, por edhe turistë të huaj, vetëm për të larë në këtë ujë të akullt dhe për të shijuar qetësinë që nuk e gjen askund tjetër. Në zemër të veriut, aty ku mali takohet me ujin e kristalt, ndodhet Prejkali, një nga destinacionet më të preferuara të verës. Çdo ditë qindra vizitorë, vendas dhe të huaj vinë për të përjetuar freskinë që nuk e gjen askund tjetër. Ky vend që dikur njihej vetëm nga banorët e zonës, sot është kthyer në një atraksion natyror. Uji i akullt, ajri i pastër dhe qetësia larg zhurmës së qytetit janë arsyet pse gjithnjë më shumë njerëzit zgjedhin Prejkalin për të kaluar ditët e nxehta të verës. Për shumë vizitor vendas dhe të huaj, ky është një nga vendet më të bukura që kanë zbuluar kohët e fundit. Por kështu ka me si shprehje, por këtu është një vend shumë i mirë. Edhe mola, gjithçka ke bija, më hangë me pi, në knase, për një Shkodër vimi këtu. Megjithëse jetojnë maleve, por mirë, gjithçka këtu është mirë. E bëjnë thirrje tonë dhe më ardh ta shijojnë këtë vend. Edhe i bëjmë thirrje shtetit shqiptar të japin një fije drejt më shumë. Të në rapin e fije zhvillim. Ka nevojë për më shumë, për gjithçka. Për më shumë ka nevojë. Prandaj u bëj thirrje gjithë dhe marr me shiru këtë vend. Unë vim prej këtij vendi, jam prej Prejkalit. Unë vi shumë shpesh këtu sepse është një vend shumë i bukur për mulo edhe për vizitorë të tjerë. Edhe më pëlqen shumë. Uji edhe shkamet për të udhëheq. Me klubin e futbollit më shumë. Yes, it's the first time here. Po është hera parë këtu, më pëlqen malet, deti, oqeanet. Unë vi nga Gjermania, njerëzit janë të bukur, Shqipëria është shumë e bukur. Shpresoj t'ja kaloj mirë këtu. Kam ardhur me familjen time, gruan dhe djalin. I hope I have a nice time here. Yes? E frekuentuar çdo ditë nga 10 vizitorë, kjo zonë malore vazhdon të jetë një nga sekretet më të bukura shqiptare.